Ura e re mbi lumin Ibër në ndërtim me sipër fatkeqësisht është vërshuar nga uji. Çka dihet për këtë rast deri tash? Rasti ka ndodhur mbrëm siç edhe kemi raportuar në gazetën Politika. Për shkak të sasisë së madhe të ujit, ponishtja e urës së re mbi lumin Ibër që po ndërtohet nga qeveria e Kosovës është kapluar nga vërshimi. Pamjet nga atje tregojnë që ponishtja është e tëra me ujë. Nuk dihet ende zyrtarisht se sa janë dëmet e shkaktuara nga ky vërshim. Deri tani ka pasur një reagim zyrtar. Faruk Mujka, që është kryeshef i KRU-s Ibër Lepenc, e ka mohu mundësinë e përfshirjes së dorës së njerit në këtë ngjarje. Ky është lajmi i parë dhe është lajmi i mirë. E dyta, sipas Mujkës, vërshimi nuk e ka prek konstruksionin e urës. Edhe ky është një lajm i mirë. Përveç këtij reagimi ka pasur edhe prononcime nga Jeher Nimani, pronari i kompanisë që po ndërton urën mbi Ibër. Nimani ka pasur krejt një tjetër qendrim nga Mujka, duke thënë që vërshimi është i qëllimshëm dhe se dikush qëndron prapa këtij rasti. Janë dy qëndrime të ndryshme për një rast specifik. Në çdo rast është mirë mos me u lëshuar në spekulime. S'bën me u ngut me raportime e pretendime, duke pasur parasysh kontekstin politik e gjeografik. Ngjarja ndodh mbi lumin Ibër. Keni në vëmendje, është e udhës me raportuar mbi bazën e fakteve. Edhe ne gazetarët duhet me qenë më të kujdesshëm se në raportimet e tjera. Një spekulim për këtë ndodhi përshon shumë më rënd se sa çfarë do spekulimi në raste të tjera. Normalisht duhet me dhënë hapësirë kompanisë së dëmtuar, por me kujdes që mos ngritet amollin lidhje me rastin. Po ashtu, shpresoj që dëmet e shkaktuara mbi makineritë e kompanisë do të kompenzohen sepse është prunë private dëmtuar nga vërshimet. Shteti duhet përgojdeset për këtë çështje. Sidoqoftë, kam e vazhdu me ndjek këtë rast, prandaj nëse dëshironi më kon të informuar dhe në hap me zhvillimet, mos harroni ma bë follow.